Një operacion i karabinierëve ka quar në arrestimin në flagrancë të 3 personave në Frosinone, mes tyre një 48 vjeçar shqiptar, djali i tij 20 vjeç dhe një 22 vjeçare italiane, të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Sipas autoriteteve italiane, gjatë një kontrolli rutin në rrugën Via Monti Lepini, u ndalua një automjet tip Smart që drejtohej nga i riu shqiptar, i cili kishte qenë më parë sinjalizuar për çështje droge. Në makinë ndodhej edhe 22 vjeçaria. Sjellja e dyshimit dhe nervozizmi i tyre shtyu efektivët të kryenin një kontroll më të thelluar. Gjatë kontrollit, vajzës i u gjetën 2435 euro në kartmonedha të vogla, ndërsa në automjet u zbulua një hapësirë e fshët me hapje elektrike e ndërtuar në pjesën e airbagut të pasagjerit. Brenda saj ishin fshehur 37 doza të mbyllura hermetikisht që përmbanin rreth 54 gram kokainë. Gjithashtu, u sekuestrua edhe një agend me emra dhe shumë aparash, që dyshohet se lidhen me aktivitetin e paligjshëm. Pas kësaj, kontrollet vijuan në banesën e 20 vjeçarit ku ndodhej edhe babai i tij. Aty u gjetën të fshehura 210 gram kokainë, 100 gram hashash, sasi të tjera më të vogla, si dhe pajisje për paketimin e drogës dhe një makinë për numërimin e parave. Në përfundim të veprimeve, babe Bir u dërgua në burgun e Casa Circondariale di Frosinone, ndërsa 22 vjeçaria u la në arrest shtëpie me vendim të autoriteteve gjyqësore. Autoritetet theksojnë se personat e arrestuar konsiderohen të dyshuar dhe janë nën hetim, ndërsa fati i tyre do të përcaktohet nga drejtësia, në përputhje me parimin e prezumimit të pafajshmet.